Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut si dhe procesi integrimit evropian të rajonit ishin në thelb të takimit ndërmjet kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi me homologun e Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi. Gjatë takimit u theksuar rëndësia e intensifikimit kontakteve dhe shkëmbimeve në nivel parlamentar si një instrument i rëndësishëm për afrimin e mëtejshëm institucional dhe politik. Kryeparlamentari Peleshi e cilësoi avancimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian si një sinjal pozitiv dhe shpresdënës për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Kosovës pranoi se është në bisedime me krerët e partive politike për zgjidhjen e çështjes së presidentit. Albin Kurti premtoi se do të ketë komunikime për median vetëm pasi të ketë rezultate mbi negociatat. Jemi në komunikim me kryetarët e partive opozitore, kur ka rezultate, atëherë ju njoftojmë. Rajoni. Shpallet në kërkim nga policia ndërtuesi Pallatit Arlis, Armando Lila për zjarrin në kompleksin tek Farmacia 10 në Tiranë. Policia arrestoi administratorin e pallatit si dhe menaxherin e marketit në afërsi të cilit dyshohet se ndodhi zjarri. Gjithashtu janë arrestuar edhe 2 persona të tjerë, vjojnë hetimet për shkaqe të rënies së zjarrit dhe për kushtet e përhapjes së tij. Opozita shqiptare fajsoni institucionet dhe qeverinë për zjarrin e rënë në një pallat në Tiranë. Antari i kryesisë së Partisë Demokratike, Grigel Spuçollari, tha se zjarri nuk është një rastësi tragjike, por pasojë direkte e një modeli të dështuar zhvillimi urban, ku për vite me radhë janë dhënë leje ndërtimi pa standarde, pa kontroll dhe pa respektuar sigurinë minimale të qytetarëve. Fakti që për një zjarr në një pallat mobilizohen strukturat nga disa bashki tregon qartë mungesën e kapaciteteve dhe dobësitë e sistemit. Një kryeqytet që nuk përballon dot emergjencat me burimet e veta ka dështuar në funksionet bazë. Përgjegjësia nuk është vetëm teknike, ajo është politike dhe institucionale. Lejet e ndërtimit, kontrolli i zbatimit dhe garantimi i standardeve janë detyrë e institucioneve publike. Kur këto dështojnë, përgjegjësia shkon në nivele më të lartë të vendimarrjes. Deklarata e kryeministrit nuk është gjë tjetër përveç se një tentativë për të fshehur përgjegjësinë e vërtet i cili në fakt është vetë ai. Bota. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron se bota është pranë një krize energjetike. Paralajmërimi vjen në raportin e fundit për ekonominë globale i publikuar në Washington gjatë takimeve të pranverës me Bankën Botërore. FMN parashikoi ulje në rritjen globale për vitin 2026. Vlerësimet zyrtare flasin për një rritje prej 3.1%. Skenari bazë parashikon një rënje të lehtë nga 3.3 në 3.1. Për Italinë, Fondi Monetar parashikon rritje me vetëm 0.5% për vitet 2026 dhe 2027, duke vendosur në fund të listës së bashku me Gjermaninë me 0.8% dhe një Britani në vështirësi. E gjithë eurozona është në presion me një rritje mesatare prej 0.7%. Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, akuzon Fondin Monetar Ndërkombëtar për alarm të tepruar. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.